Nëse I jepni shpirtit tuaj kontroll mbi veten, ju do ta prishni botën tjetër dhe do t'ju çojë në të lashe të pafundme dhe mjerim të vazhdueshëm. Kjo thënie e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e thellë e pasojave të lejimit të dëshirave dhe prirjeve tona të kësaj bote për të marrë kontrollin mbi veprimet dhe vendimet tona. Imam Aliu na paralajmëron për efektet e dëmshme të nënshtrimit ndaj dëshirave tona trupore. Imam Aliu na paralajmëron se nëse lejojmë që dëshirat tona të ulta ta marrin kontrollin mbi ne, ato do të na sjellin vuajtje të shumta dhe mjerim të pandërprerë. Kjo thënie thekson pasojat e rënda të dhënies së përparësisë dëshirave tona të kësaj bote mbi mirëqenien tonë shpirtërore. Për të kuptuar më tej rëndësinë e kësaj thënie, le t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu vazhdimisht na paralajmëron për rreziqet e ndjekjes së dëshirave tona pa kufizim. Në surën Kasas, ajeti 50, Allahu thot: "E nëse ata nuk të përgjigjen, dije se ata ndjekin vetëm dëshirat e veta, e kush është më I humbur se ai që ndjek dëshirat e veta pa udhëzim nga Allahu." Ky ajet nxjerr në pa natyrën e devijuar të atyre që I japin përparësi dëshirave të tyre mbi udhëzimin e Allahut, duke I lejuar dëshirat tona të diktojnë veprimet tona. Ne devijojmë nga rruga e drejtësisë dhe rrezikojmë të humbasin lidhjen tonë me Allahun. Për më tepër, në surën Gjathie ajeti 23, Allahu thot: "A e ke parë atë që ka marrë për Zot dëshirat e veta, atë Allahu e ka humbur, ja ka vulosur dëgjimin dhe zemrën e tij dhe I ka vënë perde mbi shikimin e tij. Pra, kush do ta udhëzojë atë posa Allahut? A nuk po kuptoni?" Ky ajet thekson pasojat e dëshirave tona si prioritetin ton përfundimtar. Kur japim përparësi dëshirave tona ndaj urdhërimeve të Allahut, ne verbohemi ndaj së vërtetës dhe humbasim aftësinë për të dalluar të drejtën nga e gabuara. Kjo çon në një gjendje të privimit shpirtëror dhe një humbje të udhëzimit nga Allahu. Paralajmërimi I Imam Aliut përputhet plotësisht me këto mësime kuranore. Duke u dhënë përparësi dëshirave tona të ulta, ne e prishim botën tjetër dhe e nënshtrojmë veten ndaj mundimeve dhe mjerimit të pafund. Kjo shturje dhe vuajtje mund të shfaqet në mënyra të ndryshme, si për shembull duke u dhënë pasjelljeve mëkatare, neglizhimi I detyrave tona fetare dhe duke I dhënë përparësi përfitimeve të kësaj bote ndaj zhvillimit shpirtëror. Pasojat e lejimit të dëshirave tona të sundojnë mbi ne janë të gjera. Ne mund të gjejmë kënaqësi të përkohshme në përmbushjen e dëshirave tona, por në planin afatgjat, ne rrezikojmë lumturinë dhe mirëqenien tonë të përjetshme. Veprimet tona në këtë botë kanë një ndikim të drejtë për drejtë në botën tjetër dhe nëse lejojmë që dëshirat tona të na devijojnë, rrezikojmë keqardhjen dhe vuajtjen e përjetshme. Duke menduar mbi këtë thënie, ne duhet të përpiqemi të ruajmë kontrollin mbi dëshirat tona dhe të harmonizojmë veprimet tona me mësimet e Islamit. Duke I dhënë përparësi zhvillimit ton shpirtëror dhe duke kërkuar udhëzim nga Allahu, ne mund ta mbrojmë veten nga korrupsioni dhe vuajtja që vijnë nga nënshtrimi ndaj dëshirave tona të ulta. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e fuqishme e pasojave të lejimit të dëshirave tona për të kontrolluar veprimet tona. Duke menduar mbi ajetet kuranore që paralajmërojnë kundër ndjekjes së dëshirave tona pa kufizim, ne kuptojmë rëndësinë e prioritetit të mirëqenies son shpirtërore dhe kërkimit të udhëzimit nga Allahu. Allahu na ruajt nga sprovat tona të ulta dhe na udhëzoft në rrugën e drejtësisë.